Fillojmë tani bisedat tona të përditshme, telefonata e parë ka mbritur. Urdhroni, mirëmëngjes. Mirëmëngjes i nderuar Bashkim. Urdhroni, ju lutem, flisni. Sparit ju urojmë gëzuar e për shumë vjet Bajramin, megjithëse ishte ditë tjetër. Po, edhe sot është pushim zyrtar me këtë rast. Shqiptar gëzuar. Gëzuar të gjithë. Por festat janë të përbashkëta, kështu që t'i gëzojmë festat të gjithë së bashku. Po. Tash më futni tek politika e përditshme, sa atyre dhe gjua. Po. E ke dhënë re Bashkim që edhe këta ashtu quajturit politikanët e ri që i ka zgjedh kupola me listat e sigurta, dalin dhe bëjnë vizita në për biznese, i qenë si politikan, si koka e madhe, bëjnë premtime, dëgjoni hallet, edhe do t'i zbatojmë të gjitha, do t'i rregullojmë, do t'i zgjidhim së bashku. Ore këto janë për ligjet dhe jo për bizneset, do të bëjnë ligjet të mira, këtë duam, po jo me slogane e me gjithë këta pra ju nënvizoni që nxirrin nga goja. Ju nënvizoni që dhe emrat udhëheqësit janë bërë të gjithë politikanë pa u futur akoma në politikë. Ju thoni që dhe kur futen të rinjt shumë shpejt i vjetërojmë ne ata në mentalitetin e tyre. Janë në mendësi të vjetra të tërë. Nuk po shohim asnjë perspektivë të cilët do ta bëjnë këta ligjin, do ta zbatojnë ligjin, por të gjithë këta po japin të gjithë direktiva se si do punojmë ne për ju. Jo më vllai. Qartë, unë falenderoj që sjellni mendimin tuaj, nënvizimin tuaj. Jemi në hapësirën dedikuar të rësisë zërit të qytetarëve, ku ju vetë përzgjidhni se çfarë doni të ndani me publikun e madh të këtij mëngjesi. Urdhroni, mirëmëngjes. Mirëmëngjes Bashkim. Urdhroni, ju lutem, flisni. Gëzuar Bajramin të gjithë shqiptarëve, jo tradhtarëve. E para. E dyta, këta kanë marrë tek Shqipërinë kanë më 80 vjet. Ta ditë e etërve, edhe këta janë edhe sot. Ka 36 vjetë që e masakruan, po na përzën Shqipëri, kanë përzën Shqiptarë 7%, e tani lutë e shpakut që të bëj dorë mirë me Amerikën, i shtuki këta parën e komunizmit, ta kisha edhe i gjë tjetër Bashkim. I lutëm Shqiptarëve, të ngrihen në këmbë të shpëtojmë nga këta tratat e vendit, ti tjegi me gjithë fëmijë, këta komunistat e ndyrë, senator të ruan, kanë 80 vjetë, anet e shqiptarëve. Është qartë ndjenjata juaj, dëshpërimi juaj, vazhdojmë të presim edhe telefonatat e tjera të këtij mëngjesi. Urdhroni. Telefoni ju në 045 620 601 është një dëshmi e drejtë për drejtë e realiteteve qytetare. Urdhroni, mirëmëngjes. Përshëndetje. Përshëndetje. Ju lutem më familje të puni me Bashkimin dhe me pol. Bashkë po flasim dhe publiku po na dëgjon këtë bisedë, po ju ulni zërin e televizorit. Po më familje, të lutem më familje. Po nuk po e mbyllim o zotri, po ju them flisni, bashkë po flasim. Po vetëm ulni zërin e televizorit se ngatroheni. Urdhroni. Përshëndetje. Përshëndetje. Desha të flasë pak nëse më lejon për rritjen ekonomike për të pensionistave veçanërisht. Po? Pensionistat janë në një gjendje shumë të mjerueshme, sidomos pensionistat minator. Po? Me këtë pak që kanë pensionistat minator nuk mund të përballojnë, unë jam pensionist minator, nuk mund të përballojnë këtë gjendje të mia. Unë pata një partisi në rast, bona një ndërtim në Tiranë, dhe unë në mëshë të mija, unë dhe të gjitha vdet. Unë me këtë pak që pensionistin që unë marrë, unë me 200 era, unë nuk mund të përballo. E qartë, për këtu në emisionet tona herë kanë ardhur informacionet që veçanërisht për pensionistët minatorë kanë dalë në për protesta. A jeni bashkuar ju me këto protesta? Unë jam akoma me regjim kravati, se jam bëma përim.
tani. Nuk kemi dalë në këtë protesta, por si të qoftë, bashkoni zërin me protestuesit përmes kësaj prononcimi. Unë kam 7 vota të shtatë, kam pas dyshirë që një ja Partia Socialiste, unë nuk jap asnjë votë. Nëse është drejta juaj që të votoni për këtë doni, por unë ju pyeta për mënyrën se si ngrim zërin për problemet që kemi, sepse shpesh edhe kur organizohen protesta, ne nuk marrim pjesë në to dhe duket sikur ai është një problem e një grupi të caktuar dhe jo problemi të gjithëve, siç e trajtuat ju sot në këtë mëngjes. Urdhroni, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, zoti Bashkim. Urdhroni, ju lutem, flisni. Gëzuar për shumë vite Bariamit. Gëzuar. Në Bashkim e kam ngritur shumë herë me ty, i e shumë i sakt, shumë i rregull, po lejon disa që fyejnë e bëjnë thirrje kriminale në për televizor. Këto nuk më pëlqejnë. Sigurisht, ata dhe mua nuk më pëlqejnë, por dhe unë jam ndërpres bisedën në këtë rast, apo jo? Po e ti u rregullon sa marrin, po vetëm se ku diun pse po duron, do të vi fundi dhe ty ditë që dosh përthesh. Jo, sigurisht, ata, mbiles ata që e prishin fjalorin, ata që sjellin këtu mllefet e tyre politike, veçanërisht, nuk janë në vendin e dur. Ky është emisioni i vlerave qytetare. Ky është një emision për të qenë hallë, ku ne sjellim realitetet tona qytetare, sigurisht dhe këndvështrimet tona mbi qeverisjen, mbi politikën, por nga këndvështrime qytetare dhe jo militantësh, se militantët na ndezin si shumë situatën dhe na devijojnë nga ajo nga misioni i vërtet qytetar që ka ky emision. Por jemi popull, më jemi njerëz të njëri tjetrit, jemi shkodjo, nuk e di. Nuk më merr mendja kështu. Ja, çfarë do thoshit këtë mëngjes ju për shembull në këndvështrimin qytetar? Po në këndvështrimin qytetar do të them Bashkim drejta është ajo fjala që miti ky zotëri ordinatori. E vërtetë është që pensionistat janë në fakt në harres janë. Po kemi një farë shpresë se thotë do rriten, do bëhen, me shpresë harron robi shkret. Pra rroj me shpresa dhe nuk ngriemi në protesta për këtë gjë. Po protesta kemi qenë Bashkim, po asnjë nuk na mbështet. Ndoshta duhet ngritur zëri më fort, dhe ndoshta po të shkojnë ata që e bëjnë protestën nëpër televizion ose me veten e tyre, po të shkojnë ata në protestë dhe zërin do të dëgjojnë më shumë pastaj se do jetë zëri më i fuqishëm. Po ti ke 30%. Unë ju falenderoj sigurisht se sillni këtu dhe ju me nivelin tuaj, vazhdojmë të presim telefonatat e tjera. Urdhroni, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, zoti Bashkim. Urdhroni, lutem, flisni. Donkë dy probleme që i vlen popullit. Urdhroni, flisni. E para njëherë me këtë kryeminist, unë nuk e kuptoj, e kam seriozisht. 12 vite mbajti pushtetin, edhe nuk rregullovi as ujin, as rrugët. Dhe tash i del si papagall, edhe të rregulloj ujin. Epitetet mund t'i kurseni, Jo epitete, papagalli është Një minut, tani unë di se çka ngarkesë pejorative ka fjala papagall kur e përdorim. Prandaj të tregojmë dhe atë etikën dhe vlerat tona qytetare edhe në mënyrën se si ngrej problemet, ë? Po, dakor. Rrugë s'ka, ujë me orar ka. Kur do t'i rregulloj ky ujë dhe rrugët? 12 vite mbajti. 12 vite na premtoi ujë edhe rrugë edhe gjëra të tjera. Asnjëherë nga këto se bëri. Do ta bëj këtë mandatin e 4. Kemi besim neve se ky do ta bëj mandatin e 4. Kurrën e kurrës nuk ka për ta bërë. Kjo ishte e para. Do marri votën e do t'i shkeli popullit me kam, me pensionista, me student, me fëmijë, me të gjithë. Po e dyta cila ishte? E dyta. Edhe Sali Berisha, që unë kam respekt, për kisha besim se do rregulloheshe, edhe Sali Berisha nuk po premton asnjë. Po ja, sot ka bërë një premtim shumë të madh, do t'ja lëri kryesimin e fushatës të rinjve. Do ta shoh, nuk kam besim. Pra nuk keni besim, do të thotë. Megjithatë, sepse nuk kam besim. Se thoni që do nxjerrje në jashtë parë të rinj dhe do rri mbrapa tyre. Ja, sepse s'kam besim. Që tash në fushat, ai po mohon pronat. Nuk del hapur. Ku do shkojnë pronat e pronarve, që i ka dhënë me 7.501. Thot do t'ja u jap edhe nuk i jep. Prandaj s'kam besim as te njëri, as te tjetri. Unë i bëj një thirrje, po pat mundësi brenda Zotit, edhe brenda shpirtit,
I lutem shumë Amerikës, zoti Trump, na caktoj një shqiptar amerikan që ka 150 vjet në Amerikë edhe të na vijë që të na drejtojë. Harroje zoti Bashkim se do ta rregullojmë këtë Shqipëri. Harroje. Bajerman. Ka njerëz, përgjithsisht njerëzit besojnë që Shqipëria do të rregullohet nga shqiptarët. Po nga shqiptar kërkoj dhe unë Amerikës. Po nga shqiptar të Amerikan të vi, shqiptar amerikan të vi që ta drejtoj Shqipërinë, ndryshe nga këta nuk do gjejmë ne dhe drejtësi. Qartë. Unë ju falenderoj. As nga partitë e reja, Unë ju falenderoj dhe ju veç që sillni dhe ju mendimin tuaj. Kemi dhe 2 minutat e fundit për ditën e sotme. Urdhroni, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, zoti Bashkim. Urdhroni, lutem flisni. Unë çështjen kryesore kam për punën atë të mishit pulës me salmonellë që ka hyrë në Shqipëri. Po, është një problem shumë i rëndësishëm, një problem që nuk e di a kanë përgjegjësi, a kanë moral, a kanë ndërjeje, a kanë çik turp ata njerëz të AKU që dalin pa pikën e turpit nëpër televizion dhe thonë nuk është faji jonë sepse e tërhoqi kompania, por neve bëm analizat, po dolën analizat me vonesë, o zotëri. U blokun me tonelata mandarina në Kroaci apo Slovenia, po nuk e di ku u blokun atje, edhe u sollën mbrapsht nga doganat e atyre shteteve. Kurse ti e lejon të dalin në treg, ta konsumoj populli, edhe pasaj thonë nuk është fajim, po ka nuk e di, këto duan shkarku nga puna. Orientishtëve duhet të futën në burg këto persona që kanë përgjegjësi për këtë punë mërmur. Pra të bëjmë përgjegjësi morale, por dhe ligjore, thonë jo. Po si morë burë dhe po tani përmushën spitalet në Esni, duke hangë salamet e dimalit e përshutët e pulës, e pulët e zatë të fajëzës. Qartë. Unë ju falenderoj. Po? Nuk vajnë përgjegjësi faje, kurse për punën e politikës, u morë vesh kja punë tani se asetor se vetëm të premtoj si puna e Verhoxhës dikur Sali Berisha që thot do ha me Luk Florini. Qartë. Se premtimet i ka gjitha boshe. Unë ju falenderoj dhe juve që sillni dhe ju mendimin tuaj, ishte telefonata e fundit për ditën e sotme. Rikthehemi sërish në faqet e para të atyre gazetave që kanë mbritur në studion ton me një vështrim të shpejtë mbi titujt e tyre kryesor. Gazeta Panorama sjell tituj të denoncimi. Kull 16 katshe pranë Emin Durakut, akuzat e banorëve ndaj Ballukut. Partia Demokratike do të marrë mandate edhe për te listës së mbyllur. Ali Mehmeti, e armi e vendit varet nga zgjedhjet e 11 majit. Fabrika armëve në Shkoz, zbardhet kërkesa e Partisë Demokratike për mbledhjen e Këshillit Bashkiak. Rama kërkon votën e shqiptarëve të Greqisë dhe lajmëron hapjen e konsullatës. 10 vite pa taks dhe TVSH, investoni në atë dhe. Rikthimi trurit, Berisha angazhohet që shqiptarët të kthehen në vendin e tyre, të rinjt pjesë e administratës së ardhshme. Pulet e infektuara, në kërkim administratori i kompanisë, si u importuan. Procesi, lista e fundit parazgjedhore për legalizimin e pronave, përfituesit. Një opinion nga Evarist Beqiri mban titullin Shtrembrimi i historisë, plagë e hapur në kujtesën kombëtare. Nga Gëzim Tushi, adoleshenca, hallke dobët në zinxhirin e shoqërisë. Ahmet Zogut, Qenokreziu apo serbi Nikola Pashic, cili urdhëroi vrasjen e Bajramcurit. Faktet vinë në një dosje që mban titullin Misteret e 29 marsit 1925 në Dragobi. Kalojmë tani te gazeta Telegraf. Tenderi 40 miliard lek, 2.400 euro për të veshur një polic dhe 3.900 euro për një gardian. Shifra bëhet më e frikshme pasi nuk bëhet fjalë për veshje firmato, po për veshje fasonerie. Qeliku i partisë dhe Formula 1 e partisë. Kjo është titull një speciale nga Vangjur Saro. Harta e projekteve të dyshimta dhe tradhtit për të cilat nuk pyeten asnjëherë qytetarët shqiptarë është e gjerë dhe për më keq vazhdon të zgjerohet. Rama nga Athina, Shqipëria, vendi që e ka në dorë fatin e vet, asnjë prind nuk duhet të luajë me votën e 11 majit. Koha për në Bashkimin Evropian. Opozita, strategu i presidentit Trump dhe koalicionit Shqipëria Madhështore, Kris Lacivita, mbrin në Shqipëri. Mediu do qëndrojë në Tiranë deri në fitoren e 11 majit. Drejtësia e pavarur nga Soros dhe rikthimi të rinjve në atë dhe misioni ynë kombëtar. Zgjedhjet e 11 majit, Celibashi, Komisioni Qendror të Zgjedhjeve, ka gjetur gjuhën me firmat slovene. 820.000 euro tender pagar për sigurinë e votës. 4 milion euro nga fondet e IPARD, dhurate ministres për kompaninë që helmoi shqiptarët me salmonell. Mjekët po dyfishojnë sëmundjet, Denaj hesht.
Piruetat anti-Covid, largohet nga Departamenti Amerikan i Shëndetësisë shkencëtari që elmoi miliona njerëz me vaksina. Ministria u fut turistëve në shtrat me deklarimet për dhomat. Janë shkrimet që vinë në faqen e parë të gazetës Telegraf. Gazeta Fjala, Rama në Athinë, i dham shpatën drejtësisë, e dinim që do bindemi ne. Kryeministri Edi Rama zhvilloi një takim me diasporën shqiptare në Athinë vetëm 42 ditë para zgjedhjeve të 11 majit. Skandal në komunitetin musliman shqiptar. Falja Fitër Bajramit nis më herët. Besimtarët mbetën pa kryer ritin. Komuniteti musliman shqiptar pranoi përgjegjësinë dhe justifikoi situatën me probleme teknike të komunikimit. Besimtarët mund të falin namazin edhe në shtëpi gjatë ditës së parë ose të dytë të Bajramit. Kur Evropa zhvendos vëmendjen, çka ndodh me Kosovën, është titulli një komendi nga Valona Tela. Nga Mentor Hoxha botohet reportazh nga vendlindja e kinematografisë, Franca. Nga Leonard Veizi, flitet për luftë, por atë që ta bën natyra s'ta bën kush. Janë shkrime që vinë në faqen e parë të gazetës Fjala. Gazeta Dita, foto dhe shifra, katalogu i babzis. Dalim pamjet e 301 pronave të krimit të sekuestruara. 13 pasurit e marrë për Maltezit 17 milion euro. Vilat e Ahmetet, Kryemadhit dhe Ervis Martinajt. Për herë të parë, Agjencia e Administrimit të Pasurive të Sekuestruara dhe të Konfiskuara publikon katalogun e pasurive të sekuestruara me të ardhura nga krimi organizuar dhe korrupsioni. Një proces në errësirë, historia 2 vjeçare, një gjykimi special dhe dëshmitarët me 2 kapele. A mund të antarësohet vërtet Shqipëria në Bashkimin Evropian brenda 2030-s? Hymë në NATO në vitin 2009 pa ushtri. Mund të hymë në Bashkimin Evropian edhe pa pasur një ekonomi dhe shtet ligjor të krahasueshëm me 27 vendet anëtare. Skandali me ushqimet dhe shifrat rënditëse të prekurve nga tumoret e zorës së trash. Pritet një rritje tjetër e çmimit të kafes. Nga Bedri Islami botohet analiza kur opozita ka idhull një ekstremist. Projektet, cilët janë segmentet e reja rrugore që pritet të shtrohen dhe zonat ku kalojnë, lista botohet në brendësi të gazetës Dita. Gazeta Kushtrim Brezash, titujt e tyre kryesor lidhet me konferencën e 13 kombëtare të Organizatës së Veteranëve dhe Pasardhësve të Luftës Antifashiste Nacional Shërimtare. Redaksionalja mban titullin Të bashkuar për të mbrojtur dhe ngritur dhe më lart idealet e shenjta të luftës antifashiste nacional shërimtare. Vijnë gjithashtu dhe përshëndetje dhe urime nga shoqata të ndryshme adhetare kulturore për këtë eveniment. Gjithashtu përkujtohet evenimenti përvjetor i shkollës së mesme ushtarake Skënderbej, e cila cilësohet legjenda arsimimit ushtarak shqiptar. Gazeta Panorama Sport, Superiorja hap shalët. Dinamo lan borxhin e kupës në Korçë. Nasër bën herojnë për Skënderbeun. Partizani Laçi 1-0. Bega ringjall Demat. Laçi futet në luftën për mbijetesë. Vllaznia Teuta 0-0. Dursakët nuk din të fitojnë. Kuqeblut alergji nga vendi i dytë. Në Panorama Sport vjen parashikimet për ndeshjet e sotme. Serie A, Politano Lukaku shtrin Milanin, marshon Interi. Fatura, City, kushtojnë më shumë avokatët se yjet. Gjermani, triumf me pasoja. Ito hum Championsin. Moto Grand Prix, Banjaja merr të parë në rrëshqet Marquez, janë tituj në faqen e parë të gazetës Panorama Sport dhe kemi sjellë kështu informacion më të fundit përmes disa gazetave dhe portaleve online, por dhe me zërat e qytetarëve në telefonin tonë të përbashkët. Këtu përfundojmë dhe për sot emisionin tonë për të takuar sërish nesër. Bashkë mirupafshim.